Filloj me përgatit edhe një syfir tepër të mirë edhe të sheshëm. Specat e kurç i kam pjek, ja kam lërguar lëvurën dhe tash po i shtojmë kryp. Pastaj shtojmë pak vaj edhe vazhdojmë specat i kavërdisem, në fakt po përgatisim speca me kajmak ose me krem. Tash në anën tjetër po shtojmë në një tigan tjetër pak vaj. Pastaj shtojmë pak suxhuk. Zakonisht syfirin pëlqen me përgatit, sikurse kur përgatisim një mëngjes të shpejtë dhe të sheshëm. Kështu vazhdojmë edhe i kavërdisim apo i fërgojmë specat, her nga njëra anë, her nga ana tjetër. Pasi që specat të kavërdisen mirë, mandej vazhdojmë edhe shtojmë kremin. Specat janë kavërdisur mjaftueshëm, edhe tash e shtojmë krem për gatem ose mund të shtoni pak kajmak nëse kene. Edhe do t'i lë kështu që ngadal të vlojnë edhe për pak minuta. E në anën tjetër, ne po e bëjmë gati edhe suxhukun, pra pasi që e kemi kavërdisur, shtojmë edhe 3 vezë, edhe presim që edhe vezët të fërgohen mirë, edhe shumë shpejt edhe syfyrin do ta kemi gati. Pra këto janë recetat që i kemi përgatit për syfyrin e sotshëm, suxhuk me vezë, edhe speca me krem ose me kajmak, dhe tash vetëm se na mbetet që t'i shtrojmë në tavolinë. Vazhdojmë edhe përgatisim edhe syfyrin. Sigurisht që gjithmonë me syfir unë përgatis edhe pak çaj, shtojmë pak kastraveca edhe pak domate. Gjithmonë për syfir kam dëshirë me hangër kastravec edhe domate, sepse përmbajnë ujë edhe ju ndihmon shumë për me agjëru. Tash këtu krejt i kena shtru, krejt i kemi gati, tash na mbetet vetëm se me ul edhe me hangër për syfir krejt to që i kena përgatit. Unë këtu kam përgatit edhe pak avokado. Edhe çajin e kemi gati, tash na mbetet vetëm se me u ul edhe me hangër syfir. Këto janë receta të lehta, të shpejta, që çdo kush mundet me i përgatit edhe i ju kënaqen. Mirëmbëjtje.